Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vllai i dashur Esmerald, edhe një rregull apo një vërejtje në raport me këtë temë të nunit sakin dhe të tenwinit, është mirë domethënë ta kemi parasysh se të gjitha rregullat që i trajtuam deri tash, domethënë pas nunit sakin, gjithmonë ka ardhur me lëvizje, me harake, ose me dome, ose me fetha, me e, apo me kesra i, pastaj domethënë ka raste, domethënë për me undalu që mos me ardhë dy sukuna, se domethënë para është sukun, apo nëse vjen herën e dytë sukun, domethënë sigurisht se tek elifi për shembull, aty ç'a bëhet, aty domethënë bëhet nuni bëhet me lëvizje, me harake. Edhe këtu i kemi tash disa shembuj që është mirë me i pas parasysh në Kur'an, kur të vinë, për shembull, Jannati adenin leti, këtu për shembull mas nunit, kjo është mas nunit, po don këtu vjen një elef që është pashur me sukun, prandaj këtu ç'a bëhet, lexohet në këtë formë, adenin leti, i shtohet domethënë, adenin leti. Adenin leti. Nuk lexohet për shembull adenin leti, apo po adenin leti. Le përsërit adenini leti edhe jo shikues të nderuar, përsërit në këto shembuj domethënë, se është me nëntësi. Adenini leti. Sigur se për shembull këtu e kemi min alladhina amanu, këtu e kemi normal një min, është domethënë sakin, e këtu pastaj domethënë një elif që është ashtu sakin, e për mund ndalu kjo është i shtohet domethënë një bëhet me lëvizje, bëhet me fetha, domethënë min alladhina amanu për me u lehtësu, domethënë edhe kështu duhet faktikisht se nuk ka mundësi dy sukuna mu bashku. Prandaj edhe është shtu domethënë një elif këtu min alladhina. Lexoj min alladhina. Shembulli i radhës adenin leti. Adenin leti. Po, një shembull tjetër shumë i mirë tek surja Al-Ikhlas, që disa e bojnë gabim kur e lidhin, domethënë ajetin e parë me ajetin e dytë. Po. Ata disa që ndëgjuar do të thonë ahadu lillahi. Kjo është gabim. Do të thonë ahadunillahu samad. Qul huwallahu ahad. Nëse vazhdon thonë ahadunillahu samad. Ahadunillahu samad. Ahadunillahu samad. Ahadunillahi samad. Po, këtu kemi tenwina, po. Po. Këtu pastaj domethënë i shtohet një kesra. Ahadun nuk rën sukun. Po. Nëse lidh, po tu ahadunillahu. Ahadunillahu samad. Ahadunillahi samad. Jo ahadun i. Kjo është gabim. Ahadunillah. Po, ahadunillahu as-samad. Ahadunillahu as-samad. Këtu e lidh, domethënë. Ahadunillahi samad. Ahadunillahu samad. Po. Ahadunillahu as-samad. Ahadunillahi samad. Hajen më pak më mirë me shqiptu. Ahadunillahu as-samad. Ahadunillahu as-samad. Ahadunillahu as-samad. Ahadunillahu jo ahadun illa, po. Ahadunillahu as-samad. Ahadunillahu as-samad. Po. Që për shumë jazaan, apo shef, jazaan, tani këtu el-husna, që kanë bo, se në shqiptim nuni, apo tonë, jazaan, tani el, që është me bo bashk, kanë thonë këtu e shton një i, jazaanil husna. Jazaanil husna, një kesra. Jazaanil husna. 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 Po. Tu ishim pra disa shembull ku duhet, do të thonë që nuk e marrin dispozitën e rregullave të kaluar, pasi që nuk bën të takohen dy sukuna, do të thonë për këtë arsye do të thonë i shtohet një lëvizje. Këto ishin pra disa shembull që është mirë edhe jo shikues të nderuar të keni parasysh. Herën e ardhshme me lejen e Allahut Azza wa Jall do ta trajtojmë një rregull tjetër shumë të rëndësishëm,
që çështë përmendëm bashkë me këto rregulla që i kemi shqelluar deri tash, janë boshti korrizor i shkencës së tajwidit. Sipas mendimit tim, zemra e shkencës së tajwidit, sepse këto shembuj përsëriten shumë shpesh në Kur'an. Prandaj edhe na bjen me i shfrytzu, me implementu, me i zbatu shumë. Edhe kur i zbaton këto shembuj, do të thonë kjo vërejtse e ke mësu shkencën e tajwidit. Ke pas, do të thonë, studime apo mësime në fushën e tajwidit, kur i respekton këto detaje. Prandaj edhe ju shikues të nderuar përsëritni, edhe mundoni me ushtru sa më shumë edhe kur t'i lexoni në Kur'an që t'i dalloni këto rregulla të cilat deri tash i kemi shpjeguar. Herën e ardhshme, me lejen e Allahut Azza wa Jall, do ta trajtojmë mim e sakin dhe tenwin dhe dispozitat që lidhen me këtë rregull. Deri atëherë ju lë në përkujdesin e Allahut Azza wa Jall dhe ju lë me shpresë që të ushtroni dhe të mundoheni sa më shumë ta implementoni këtë që e keni mësu, se kështu forcohet mësimi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.